Shqipëria luajti mbrëmjen e dieshme përballë Serbisë në Air Albania në kuadër të kualifikuesave për botrorin 2026. Pavarësisht se nuk u shënuan gola, por kombëtarja shqiptare dominoi lojën, teksa stadiumi ishte i mbushur plot e përplot me tifozëri kuqezi. Në shkallët e stadiumit u pan shumë personazhe të njohur, si gazetar, politikan, deputeta, njerëz të medias, por nuk mungoi as njeriu më i rëndësishëm i momentit, kryeu i SPAK-ut Altin Dumani. Përpos tyre në stadiumin Air Albania u fotografua duke parë ndeshjen edhe kryetaria e Shërbimit Informativ Shtetëror, Vlora Hyseni. E veshur me fanellën e kombëtares, Hyseni zgjodhi të jetë pjesë e atmosferës sportive duke mbështetur ekipin kuqezi në një nga përballjet më të rëndësishme të fazës së grupeve. Prezenca e saj në tribunë tregon qartësisht se pjesëmarrja nuk lidhet me ndonjë detyrë operative, por me përkrahjen ndaj skuadrës. Mirëpo varësit e saj ishin në krye të detyrës aty, pasi agjentë të Shërbimit Informativ Shtetëror ishin pranishëm në terren si pjesë e masave të ndërmarra për mbarvajtjen e ndeshjes, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e kësaj sfide. Sigurisht, politikanët nuk kishin si të mungonin. Madje nga fotot e shpërndarë në media u duk se dominonin gratë. Një pyetje kemi ne: kryeministri nuk na e zuri syrin në stadium.